Përshëndetje, atëherë mirë se vini në intervistat të cilat po realizohen nga kinemaja Jusuf Garvalla, intervistat të cilat realizohen me aktor, producent, regjisor, pra kryesisht me njerëz të cilët janë të angazhuar në kinematografi. I ftumi jon i parë është Arben Bajraktaraj, i cili është aktor i lindur në Isniq, por që tashmë jeton në Paris, ku përfshin një gamë të gjerë të roleve si në film, gjithashtu edhe në teatr. Me Arbenin sot kanë me fol për karrierën e tij, por gjithashtu edhe për projektin e fundit të cilin është realizuar me fëmijët e Isniqit në kineman Jusuf Garvalla. Përshëndetje Arben, mirë se erdhe. Përshëndetje Granit, e mirë se u gjeta. Diskutuam pak më herët edhe sot, po edhe në fillim të javës kur ishit. Kjo është hera e parë që keni ardhur në kineman Jusuf Garvalla. Qysh i dok si hapsin, si eksperiencë, cili ke mendimi i parë që e patët kur kjenet në kineman Jusuf Garvalla? Si thot një miku im, energjia, po thot vjen sipas tij tash, është për fjalës energji. Edhe ke më thon drejtën një energji shumë e ngrohtë, shumë mikpritëse, ndihet edhe salla. Ka një mirë dashësi. Kështu që isha shumë i lumtur që damat në moment bashkë, edhe jem i lumtur që jemi në këtë moment bashkë, këtu me juve. Duket sallë që ka goxha për jetime, goxha jetë, edhe ndihet për muarve, ndihet për drasave. Shumë e bukur. Përveç që kur ardhet në fillim të javës, përveç që folëm për kineman si institucion, folëm edhe pak për Jusuf Garvallën, për poezit, për kong, për muzikën edhe kong që i ka shkruaj. Edhe përveç ti folëm edhe pak për letërsi, edhe u vrejke që u theksej ke pasionit që në keni për letërsin, po të njëjtën kohë, në për disa intervista që kom rastis me i pa, shprehni edhe dashurin për malet. E tash neve po na intereson me ditë se prej ka vjen ky pasion për letërsinë dhe ka vjen kjo dashuri për malet. Po pasioni për letërsinë vjen shumë thjesht se baba ndjes post ka qenë profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, kështu që oda burrave ka qenë mbuluar me libra. Në raftet natin ka me libra. Edhe po ashtu edhe shtëpia. Kështu që shumë thjesht ka qenë puna. Ne jemi 9 fëmijë. Mu më kam lënë pak më të voglin me lop. Mirujt me lop, edhe me lop çka kishim me bo. Ose mira filikaq, ose me marrë një libër me veti. Unë kam marrë librin gjithmonë me vete, edhe kështu ka qenë kjo punë. Edhe në bjeshk, kur jemi ngjit, sidomos nga periudha e fund majit, fillim qershorit, deri në fund gusht, fillim shtatori, 8 vjet rresht. S'ka pas rrym, kem pas një tranzistor me bateria, edhe ka qenë tranzistori dhe librit miq më të ngushtë. Kështu që kanë qenë gjanat ndërlidhura. Edhe sot e kësa ditë është një gjë shumë interesante. Momenti kur ti s'ki çka me bo tjetër përveç asaj që e ki përballë. Edhe ajo është zgjidhja. Do të thonë, zgjidhja ime ka qenë me pa shumë ëndra. Letërsia ti ofron ato ëndra, udhton. Kështu që ky ka qenë takimi me librin, me letërsinë. Në përgjithësi po dhe me poezinë. Se baba edhe ka shkruajt. Kështu që, si me thonë, jenë bo dy gjanat domosdoshme, ëndra dhe libri. Ndërsa malet, që ne i kam shkel, që ne i kam rrit, që ne i kam marrë frym. Edhe kudo ku më ka ra me punu edhe në për vende tjera, sa hipi në një shpat vjen. Ajo, edhe një lloj ritmi i ecjes, që është pak më ndryshe. Gjëja më e bukur,
Peri de Luca i përshkruan atë një poezi, veprën e tij për dhitë e egra. Edhe për mretin e dhive të egra. Është një gjuetar dhe mreti i dhive të egra. Mënyra se si duhet me ecë. Në majët shkambit, pa urzu. Në këtë mes, midis letërsisë dhe muzikës, hen aktrimi. Kur u kon hera parë që vish ja keni nisë me mendu, kur u kon hera parë që keni pas qasin në aktrim fillimisht, edhe kur ja keni nisë me mendu që aktrimi është profesioni juaj. Ja, natyrisht që çdo fëmijë nuk e di, nuk është që kom pas në ëndër për atë punë, po kam pas marrë pjesë në garat e recitimit nisniq, profesori ma gjunë Tishuke më ka pas vrejt si i thësha poezit pak me fuqi kështu, që shemi në isniqi pak si të rapt. Edhe për ta fitu në ato gara, më pa të që më kujtojt një stag. Pa ty më ndrunë poezin, ma që të një poezi komuniste, ajo po shumë nervoz. Baca ma gjunë, në gjithë pas, ka qenë shumë i dashën. Nese, kërësora ka lumë shmirë, po në vërtet, andra e vërtet, fillimi i aktrimit natyrisht ka qenë kur kam shku në Maribor dhe kom pas fatin me taku disa njerëz që mi kanë qenë dyert e teatrit, ndërta ka qenë Vili Ramjak, drejtor i ka qenë drejtor i teatrit Mariborit, por ka pas hapa edhe një shkollë që ka qenë pak më e veçantë për me formu aktor jo tërsi akademik si kanë qenë, por një frym pak më ndryshe. Ka qenë studio e arti dramatik në Maribor, edhe aty pata bo audicionën, pata në marë, dhe ka qenë profesor i e parë, Minu Kjudrove, dhe aty fillu në hapat e parë, si me thonë, po definitivisht nuk kom pas pik dyshimi se kom e vazhdu. Qyre të qoftë, kom u gjetë e kom e vazhdu. O kon gati si thirrje. Me vështirësi, normal. Po thjesht nuk e harroj mas audicionit parë aty e ndjeva një ndryshim vetë. Merë dhe një si një lloj paqëtimi në shpirt. Shumë interesant. Nuk tash po e shpjegoj me atë që kom pas, po edhe një farë kënaqësie. Me gjithë vetën që të. Tona u zhvendoset në Paris, ku atje keni vazhdu studimet për aktrim? Po, mbas Mariborit, jam shku në Paris, kam qenë në shkollë të quaj Acting International, edhe aty kom pas fatin, kom pas një profesor shumë interesant, gjithë pasaj vdiq gjatë Covidit, Robert Cordier, që mësoj ka diçka tjetër, që ishte interesant, ja, si ma bëjtë ti si aktor të lindor, tonë me mrola. Mësoha shumë gjana tjera nga ana tij, e ka qenë edhe specialist i dramaturgjisë bashkëkohore amerikane, se ka jetu në New York, me vite, një 30 vjet ka jetu atje. Edhe gjithë ky brezi i autorëve shumë interesant si Sam Shepard, Eric Bogosian, Joyce Carol Oates e tjerë i njofta aty, duke punu me to. Dhe mandi ka qenë shumë thjesht, domethënë thjesht. Pa ta fatin që sa kom dalë për shkollë me njerë pata një kontratë profesionale dhe mas edhe u lidhen samet. Po definitivisht profesorit më ka ndihmu. Njerëzve më shumë. Qysh këtë është eksperienca, po mendoj, jeni dalë për Ballkanit Perëndimor, që i ka pas, domethënë, shteti Jugoslav i ka pas problemet e veta ekonomike, politike, rritja në nacionalizëm të ngjashme, po del tash në një shtet krejt të ri që ka një sistem të etabluar politik, vendi parlamentarizmit, ku jeta individualizmi vlerësohet krahas shtetit paraprak që një konë. Qysh ka ndiku që kjo në zhvillimin e juj personal edhe profesional, që kjo konteksti i rritë, domethënë, edhe politik, po edhe në
në sensin personal? Dëgjoni, kur hyn në art, në krijim, përgjithësi, nuk mendoj se asnjë regjim politik është i rëndësishëm. Që thonë, nuk të përcakton kjo. Arti ka vertikalitetin e vet. Këta natyrisht e kupton më vonë. Kom kuptu duke lexuar edhe Peter Brookun, duke i pa shfaqjen, duke i pa filmat. E shef se çdo gjë ka të mirën edhe çdo të keqe mundet me pas një grim të mirë në vetvete. Tashti, unë kisha ardhur faktikisht nga një rrugtim tjetër. Unë kisha ardhur nga Isniqi, nga Pjesht, shku në Sloveni, kom pas fatin me punu me njerëz shumë interesante në Sloveni, gjatë shkollimit me taku, ka qenë një mjeshtër i pantomimes kubanez i jashtëzakonshëm, Andres Valdesi. Shkon në Francë dhe ti mendon se wow, po realisht po sheh holl e holl. Unë veç e kisha një rrugtim, edhe këto e vrejti profesorin. E kisha një bagazh. Po mendoj çka është më e rëndësishme është gjetja e autenticitetit ton. Gjetja e identitetit ton. Ky është një rrugtim tjetër. Parisi, nuk po flas për Francën përgjithësi, po flas për Parisin. Në ka një sens shumë interesant. Në qoftë se zgabohem, ka qenë miku e emri, një autor francez që ka qenë mik i ngushtë i Fajkonicës. Ka thënë nuk lind parizian por bëhesh. Thotë se një qytetar i Romës kur thotë s'ka mu bo moskovit i Moskës. Ai Moskës mu bo londinez s'ka shansa. Lemo ai Madridit mu bo në Pekin mu bo ai. Por thotë edhe një shqiptar mund mu bo parizian. E ka marrë si shembull Fajkonicën. Pse? Sepse ka një francezët e quajnë Parisi ka një stad interesant që është mizon exergue. Do thonë vanja në teh e një gjaje. Një gjaje që është e bukur e qesin përpara. Ka qenë shumë interesante si konstatim. Edhe kadal. Në dyert nisen mu hap. Ndishtë me thonë që e ka një të hapur Parisi me vetë mënyrën e vetë, me historinë e vetë, ndoshta nuk e di, se është gjë shumë e rrallë. E ka pas spaku deri tash se nuk i dihet se sendet edhe gjanat ndryshojnë. Por unë ndjej ende këto në Paris. Kështu që sa përket regjime politike, ato që ka ndodhur në Ballkanin perëndimor, këtej tek fund aty na sjua palla. A je mirë valla si? A ki diçka tonë në më të regu si mu më intereson as ki. Në qoftë se ki, që ku ki derën tonë, tu nga tjeta. Ka që thjesht janë punë. është gjetja vërtet e autenticitetit tonë, rrugtimit tonë, edhe e punës. Se kur gjo po punë s'ka, po djerës, po kërkim, po ngulmim. Po përhirjen me shku drejt që asaj vertikalitetit që qunë Peter Brooku, ose që shpëthon që është ma e bukur, natyrisht, masanaisht tjetër punë, po drejt nëllësimit ose transcendencës. Cili ka qenë rolet e para që keni marrë, mbasi që jeni zhvendosur në Paris? Përpara, Sloveni ka pas fatin me lut bile një skinar që ka shkuar Vile Ravnjaku, po e ceki për një sen shumë të veçantë sepse ka qenë vetëm herë ku më ka pa nana në ekran. Ka qenë një punë ezoteriken, syri 3 quaj, dhe aty e ka pas lut një angjëll. Dhe ka qenë vërtet roli i parë që kam lut para kamerave. Edhe nuk e harroj ka qenë shefi i rekuzitave, një zoj slovene, që ishte Rrit Mitrovic, se baba i saj ka qenë inxhinier dhe një Jugosllavi kanë pru me sjell me punu në minierën e Trepçës, me e dënu faktikisht, por ai kishte kalu aty jashtëzakonisht bukur. Dhe ajo më ka pas najt gati, që shme thonë,
si fëmijës vet. Ka qenë shumë e dashur se edhe ke unë jam rrit me shqiptar. Nuk e harroj kur këto. Ndoshta më sanë në Paris ka qenë një adaptim i një romani shumë interesant që quhej Mekanika e femrave i Louis Calafertit, me një aktor që në atë periudhën e saj ka qenë ndër më të veçantat në Francë, Christine Boisson. Mekanika e femrave quhej Le Mécanique des Femmes quhej filmi. Ka qenë roli i parë. Në shret. Dhe ajo ka qenë njësi e veçantë. Prej filmave të parë, tona dikur keni përfundu të luajt në filmin Taken me Liam Neeson. Ka pas filma tjerë para ti. Ka pas ju kon ka qenë Harry Potter përpara. Harry Potteri ka qenë përpara, domethënë. Okej. Çush o konkret procesi domethënë me mbri prej isniqit me luajt në Harry Potter edhe me luajt në Taken. Po më sidomos në Harry Potter o kon po më ka pas emra dhe aty të ndaj, po më Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Maggie Smith që ka 2 Oscara të fitum. Që u kon domethënë kështu si eksperiencë me bashkëpunu me ta. Është shumë e qartë. Shumë interesant. Vërtet ka qenë shumë thjesht puna për ta punu me David Yates në një film para prak, që quhet Sex Traffic, që ka pas shkruajt Abby Morgan, dramaturge e jashtëzakonshme angleze. Edhe aty gjatë xhirimit vendodhen një san, domethënë kur ti propozon bën diçka që është e shkruajtne, por masanaj e vazhdon. Domethënë nuk e kur jenë situatë, jenë gjendje, jenë në frymë personazhet, edhe nuk kujtohet apo por veç vazhdova. Po David Yates nuk e ndërpreu. Ma la lirin. Unë vendosa me dalë për kuadrit kur përfundova. Atë që propozova. Edhe ma bëni qështu. Pra. That was smashing, man. Edhe ma bëni, see you next time. See you next time. Po, gjithë thonë qështu, see you next time. Demek. Pa i shkon burri fjallës. E mati fjallën. Për zotin. Veç mës një 2 vitesh, 3 vitesh. Një 2 vite gjysë ashtu parëvërsisht. Një telefonat këmë thonë Dr. Castingut, David Yates donë me ju pas ju në film. Ngella pak shumë i qëditur, njerëzit i qëditur. Në agjendja jam ngeli pa man krajt. Se s'kish pas, dhe atër s'kam pas. Më thonë shumë pak ka qenë një përzgjedhje shumë e gjatë dhe e veçantë. Edhe kryesorja kështu. Mandej përvoja si përvoja ka qenë vërtet një përvojë shumë e bukur. Shumë e bukur për shumë arsye, për shkak se ka qenë vërtet kërkojshin çdo detaj, çdo imtësi me shumë saktësi. Edhe u kriju, si me thonë, si një lloj familje. Sepse gjirimi ishte shumë i ngadalshëm, shumë i gjatë. E kom pas fatin aty me punu me aktor për cilëve kam mësu shumë të i vështu. Se në vërtet ashtu mësohet mas shumë të i pa tjetë. Që shto ishin mësohet burë për para shelegojnë e një ga. Për aktorin në gjaj ma fështirë. Dëgjimi është esenca e këtërimit. Të punu me Gary Oldman, për shumë fascinant, ka qenë disa momente shumë interesante. Helena Bonham Carter ka qenë si shpirt, një liri krijuese të jashtëzakonshme dhe i fuqi. Interpretimi kështu është si të bëj garë, ka dalë rahat, ku të mbledh energjinë dhe shpërthen. Qelet si lule. Shumë e bukur. Njëjtë të pa teknicitetin shumë të veçantë të Ralph Fiennes. Shumë veçantë. Shumë interesant. Peter Mullen po ashtu më ka pas pëlqyer shumë. Edhe të gjithë tjerë, në vërtet, më thon drejtën se aty Alan Rickman patjetër. Me një humor të përmbajtur të jashtëzakonshëm. Se nuk duke kështu si ka humor, pa e kishte humor më shumë se ton tjerë. Shumë i veçantë. Kështu që kam pas momente shumë bukura me ta, se në pesin kom kalu 8 javë me ta, dhe 2 javë tjera për 7.1. Kom pas me lutet në 7.2, në tretin, po kësh i angazhu, u bo një konfuzion, dhe s'mujta me shku për betejën finale. Nese, gjithë s'ka ndodhë në këtë dynja. Të Taken
po mendoj edhe aty keni pas një rol edhe pa të bosë si bum si film. Po që sho prit, po mendoj di që ka pas kështu njerëz kanë reagu, qoftë për mirë, qoftë për keq, po mendoj ju personalisht çu keni pas, sidomos në një film ku shqiptarët ka herë dinë edhe më jo vetë shqiptarët, por përgjithësi. Po, kështë portretizimi, vërtet portretizimi i krejt evropianëve lindor, no? Se s'ka lidhje bashkë shumë vetëm me shqiptar. Po, ka qenë një histori pak më e veçantë, do të thonë se unë ka pas kalu ka stimul, po e ditë se çka ka në skenar. Edhe kalua skenar ata, më duket që castingun kanë bëu në disa qytete, më duket që ka qenë edhe një kolegi imi nga Guzia më thonë që ka kalu castingun në New York për çatë rolin që pason për Marcos. Ka qenë në Londër, Paris, nejse. Më zgjedhën, mirë, ju rrit mëra, krejt në rregull, po çka më lujt, se desha, ku po vjen skenari. Me lexova herë, më kapi rami. Te kom gjujtë që gjitha ta marrë telefonin, desha me thirrë agjentën, edhe vish ka bu në kryin mamë shumë, për ti se kam. Se asë po gjekan edhe aktor me lujt, ata gjenë, normal, krejt në rregull, shumë thjesht. Hajtë ta bojmë pak si sfidë. Unë më rrështë e nesëm gjirimi edhe kalun shumë mirë, kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Edhe çka ndodhi? Ndodhi një efekt edhe kundër efekt. Para ca ditësh, në 10 orë kom punu në Francë me njësinë speciale të policisë që ndërhyjnë që kundër banditave të mëdhenj. BRB i thojnë shkurtimisht. Po, këta francez, a dita si para se të ndërhyjmë gjithë e thojmë atë fjallën tonë. Good luck. E kemi kështu, një gjërat të tërë, më thonë, një frazë, po kur kjo s'ka lidhje me aktorin, vërtet ka lidhje me situatë, nuk e di, është diçka pa përshkrueshme, po. Kaloj edhe një lloj u bën një lloj fraze kulti për një gjërat njerëzish në Francë, edhe më larg se më kanë nxjerrë edhe naziku, më shku ngela thash naziku. Po nejse. Kështu që ja, kështu ka qenë historia. Kom pas foli njerë, ma të mbon një gjëgj këta në Tiranë aty. Këta patriotët të mlajt Shqipnis. Ata nuk e dishin se unë e ku majtë faqen e UÇK-s në frangjesht, pas ka ditë. Pra, ata patriotët mlajt, ata i dishin sa amat. Edhe ja vlash aty në lethorin. Po shqyqyr që loj, nuk e harroj kur një sociolog nga Shkodra, që e sqaroj 100 herë më mirë se e kisha sqaruar unë, kushdo tjetër, se çka është ky problemi i portretizimit të një lloj kategorie njerëzve si ashtu, kështu si gjana pak më të thella se sa ndukje. Fatkeqësisht. Nuk kisha pas qef me konë unë i keqi. Po e marrë këtë keqe në shqiptarëve. Dhe t'jam unë i keqi, s'kam darë heq. Po, fatkeqësisht, punë t'jenë pak më të thella. Kështu, zakonisht gjatë janë më të thella se sa që vish portretizohen. Po, veç sa mira pak pa shkurt kësaj pune, para ca kohësh pata fatin me ripunu bashkë me Pierre Morel, me Rizorin, edhe kemi bërë një film tjetër ku e luaj një personazh që është ndryshe, quhet Canary Black, ka dalë në tetor në për kinemat amerikane dhe botnore. Edhe Pierre më tha, nuk e di këta, nuk e di më kanë sulmu, tha njëherë, tha pse e ki bua atë film, tha s'kom kur gjoh, tha kundër shqiptarëve, tha thjesht e kemi bua një film aksioni, tha shumë më skida. Shumë, por që është interesante, është që ai film pati një sukses komercial të jashtëzakonshëm. Po pritun, askush se ka prit. As producentët, as regjizori, askush ka me pas aq hyrje në përsalla. Edhe më dërgoj bile para ca kohësh, më dërgoj, është Vincent London, si e keni emrin, e ka pas para disa vitesh ka marrë çmimin e interpretimit më të mirë në Cannes. E ishte filmi favorit i tij, ai ishte të bëj sport të lëviz,
të e këshyrë kështu, vish kur e thot qatë frazën që e thonë të më imitu mu. Thash. Thjesht ka hyrë në jetën e njerëzve, kaq. Më thonë, kaq. Perfekt. Po mendoj jashta Taken edhe Harry Potter që kanë shumë kështu produksione të mëdha. Ju ka rënë lujtë edhe në produksione më të vogla. Kështu që si proces, po mendoj çush është për aktora. Ka ndonjë dallim kur lunë në produksion më të madh edhe në një produksion më të vogël. Po mendoj, për shembull, mund të pas më shumë liri në ndonjënin prej si aktor me pas për shembull veten më lehtë me shpreh, a gjithmonë bëhet kështu në kuadër të disa kufizimeve, të cilat veç Jo, ka një gjë shumë të thjeshtë, domethënë që natyrisht mjetët kjo mirë, por për neve si aktor, për mua, s'ka kur rëndësi është produksion i madh i vogël. A me pikën e rëndësisë. A në kohë në filmi shkurtë me buxhetin më të vogël, që ki punë me rolin. Ki punë me krijimin. Ajo është kryesorja. Bile nga një këto produksione të mëdha është më lehtë se të rrin gati. Të rrin bile tepër gati, je tepër rehat. E tash në produksionet ku mjetët janë më të vogla, ki pak ca disa gjëra që duhet mi marrë parasysh se ki rahatin. Një aktor i madh francez po të më pyet çka është filmi për ju. Pyetet sa më gjet një karrike. Për më ul, se filmi ka shumë pritje, ka shumë pritje. Filmi esencialisht është pritje. E në momentin kur i duhet me konë tërësisht në frymën e personazhit. Këta parametra për shembull është e rëndësishme me unë përshtat. Me ju përshtat këtyre parametrave dhe mos me lyp shumë saltanete. Një po, çka është e rëndësishme është me gjetë rahatin e vetë. Rahatia mas pari kalon nga branda, po e gjetë rahatin për branda kemi konë rahat me gjithë. Keni lujtë në shumë filma vendor. Po mendoj Streha me strave, po mendoj edhe së fundmisht filmi Water Drop. Po pikuj, po. Po pikuj. Po mendoj që shokon eksperjenca me lujtë në filma vendor. Filma, shumica për këtyre filme kanë qenë dhe koproduksione, po nga njëherë kemi pas edhe, si me thonë, Streha me strave kam qenë shumë i lumtur se lusha një bari, edhe ndodhe diçka që rrallë ndodhë në përfilma, gjiru në para kohë, një 3 ditë para kohë, më do të kemi gjiru vetëm se pata fatin, 10 më dëgjojshin. Si i thjesha, edhe si në mas. Kam najta me dhe, kalova kohë me to, mu adaptu, mu përshtat, por nuk e prisha si 50 dhi, kanë me më një qaq mirë. Plus ishte në bjesht e Valbonës, u ktheva pak në Fimni, me thonë drejtën edhe kam kalu shumë burë. Po në përgjithësi nuk kom pas në thonë, çdo herë kur jam para kamere, më kthehet që ajo ndjesia e parë që kom pas kur kom kalu audicionin e parë në Sloveninë, Maribor. Një lloj lumnie, një lloj kënaqësie, një lloj transformimi i brendshëm shpirtëror. Kjo nuk do të thotë që nuk jam i shqetësuar ko pas koha, se vinë shqetësimet, dalë të shqetësimit janë brenda se lidhen edhe me personazhet, por ka një lloj densifikimi të emocioneve, të fizikalitetit. Shumë interesant. Për mbledhen gjithë, mbledhen. Është një gjësi shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Është një lloj rrugë, udhëtimi pa fund. Në një intervistë që kom po, edhe kom lexuar në Koha, keni një
një fjalë ku thuni që mbasi që keni lujt shqip, ju ka dohë sigur keni gjetë zërin e juj. Po më dhe kisha pasif që pak me trajtu ma shumë, që ta ka të bëj ma shumë me çështje të teknikalitetit të aktrimit, Po. apo është edhe për te që asaj? Jo, është edhe për te asaj. Është edhe për te asaj. Në vërtet, unë kam pas qenë duke lexu, më kujtohet saktësisht, kam pas qenë duke lexu një vepër mbi Grotovskin, punën e Grotovskit, dhe mënyrën se si ai është mundu me au vendos zonin, që shme thonë, zonin qendror, në qendër, të shakra zonit. Poshtë. Po, kjo është vetëm lezim. Pa ta punu edhe me një, më kujtohet ka qenë një turk që punonte, është shumë shkurt nga pasra me ta, që përdorte teknikat dërveshve për m'ia mësu aktorëve për rreth energjisë e tjera. Por nuk e di, nuk kujtohet tamam pse nuk mund ta më shku me po krejt stashin, po veç ke një punë një ditore me ta. Edhe kur erdha për herë të parë me punu udhëtimin në Uzbekistan, ka qenë punëtori, ka qenë me Dominik Dolmjën, ka qenë gjenerata e re e krijuesve në Kosovë si Jeton Ziraj, Dortina Basha e tjerë, pa të shkruar disa gjëra, ka qenë pothuajse herë e parë që shkruanin ata. Edhe ke pas bërë gjatë shfaqjem një afat shumë të shkurtër kohor, kam luajtur për herë të parë në Prizren. Ka qenë Agim Selimi, më kujtohet, jo për darë ben tha fol shqip, që aje tha, edhe ndodhi një gjë shumë interesante, ndiva vibrimet në trup ndrysh, vibrimet e zonit. Unë pas mësu një teknik të, ka qenë një soprano e mrekullueshme që ka punu me John Cage-in, Xenakisin, ka pas fatin me punu me ta, që unë ka mësu një teknik të vibrimeve të zonit, që shkon nga poshtë deri nalt, edhe mas ndaj është kapaku i kres, faqet, edhe qafa mas. Po, kur fola tamam si isniqi shqip gëgnisht, erdhen tana vibrimet. Edhe kështu që kom pas një distancë kështu, që më thonë, këto qenka, këto koka. Edhe mandaj kam tash, çdo herë, para se t'ja nisi, çdo tekst, çdo gjuhë mas pare, më duhet me fol, shukur me konë, i sniqit e masalaj, zani vendoset aty ku duhet. Por kjo nuk do të thotë që zani më thënë nuk lëviz. Është interesant, nuk e kam detin za në anglisht, në frangjesht ose në gjuhë tjera. Pavarësisht që ai vendosi zanin. Është gjë shumë interesante. E ne kemi fatin, në hapësinën tonë, këtu në Dugaqin, kemi fatin që zani është hala i lidhur me tokën. Është hala vjen për i rajve. Është gjë shumë e bukur dhe duhet me rujt, nuk duhet me hu, kurse si. Kohëve të fundit, po mendoj çdo vjet e fundit, kinematografia shqiptare edhe në Shqipëri dhe në Kosovë ka nisur pas një punë pak më të madh. Ndër kon filmi Zona, zgjaj rrugëve të i Karahodës edhe pa vend që u thunë edhe në Kan. Ku shndron kinematografia në Kosovë dhe në Shqipëri sot? Ndaj në çfarë stadi të zhvillimit, edhe cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen? Ka pas gjëra shumë të bukura, që është më në vërtet për të përkrah, për të mbështet. Kjo është një gjë shumë e bukur. Ka qenë edhe filmi i Ernikut, që fitoi Leon në Art në Venecia. Vitin e kaluar duket, pa. Jo këtë ditë, po vitin përpara. Edhe tjetër përpara që ka pasur në Cannes po ashtu, edhe plot filma të tjerë në vërtet shumë të bukur, shumë interesant, që është gjë për të vlerësuar kanë instant që duhet të pasi jashtëzakonisht kujdes. Të mos bëhet një lloj që është gjë e më e rrezikshme në vërtet është humbja e identitetit me bosit të tjerë. Duhet me rujt, duhet me rujt, po duhet me vazhdu me gjetë, se ende se kemi gjetë tamam identitetin e krijimit filmik tonin. Se në Shqipëri kanë qenë jashtëzakonisht cenzuruar
propaganda nuk I ka leju mu zhvillu mirëfillt. Ndoshta në Kosovë ka pas disa tentativa interesante. Kombisim të gjërat e re, ka një gjë që është shumë e mirë dhe shumë interesante, se ka shumë ndikime, do të thonë ka kriju striqe jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht interesant. Duhet me rujt një lloj balansi mes të vjetërve të rive e jo me shku katë frynera. Se me shku katë frynera kam frikë se kalon në një lloj banaliteti. Ky është rreziku më I madh. Sa është vështirë me mbajt. Po ka shumë pak në Kosovë ka pas disa tentativa pak më interesante. Në Shqipëri shpresoj të vi edhe ajo, dhe si mos duhet pas bashkëpunime. Është edhe bashkëpunimet më duket nëse zgabon, bashkëpunimet me Maqedoninë e Veriut kanë qenë shumë të mira. Mund ka ra disa me gjiru me ekipet tyne teknike janë shumë të mirë. Edhe këtë bashkëpunim duhet me vazhdu dhe duhet me gjetë balansin. Duhet me gjetë balansin e jo me shku krejt valla që shpëthojnë ta për ndihmart. Aty është gabim. Është gabim shumë I madh. Me pas me vërtet me rujt balansin edhe me rujt autenticitetin tot, me rujt temat tua, mënyrën tonë të krijimit. Sepse mënyra e jote e krijimit lokale është ma universale, realisht. Kemi të qartë. Se filmat se I bën Arteja, s'kisha bën ti si Arteja. I bane ti tonë. Dhe mundet më kështu pak si konkurencëna e pa barabart, se po mundohesh me bo filmin si dikush. Po tonë filmat tonë dalin njëjtë. Po, që e bën me djatë. 200 filma, 2000 filma, 200 filma njëjtë. Bane ti tonë, dele ajo jotja, që ty ka mu po. Është sikur puna shumë interesante. Për nësua puna e gjus. Njësimi I gjus. I ka zhduk dialektet, po dialektet janë pasuria më e madhe njerëzore. Se si dhe katona ka folë të vetën, që ajo është bukuria. Në llojshmëri. Pa të mpyet njerë për Ballkan, kur punova Beset. Ta që është Ballkani. Fuqia e Ballkanit është pikërisht dallimi I popujve mes vete. Pikërisht ndryshimi. Ti nuk I në vend tjetër në Evropë që I kalon prej një vendin tjetër që I ka shumë gjuhë. Ka shpejt. Tash për fat keq kemi pas edhe shumë lufta. Po kjo nuk do me thonë që kjo nuk është pasuni. Duhet me respektu ndryshimin. Edhe jo vetëm me respektu, po me lon le të jetë ndryshe. Përveç filmave, po ndaj jeni të angazhuar edhe në teatr. Dashnia e parë. Çish është me lujt në teatr? Mrekulli. Nëse duhet vish me zgjidh përmes, po më kupton që janë procese të ndryshme, edhe shprehje të ndryshme artistike, po nëse do kish dashur me zgjedh në teatr të filmit, kënd e kishit zgjedh? Jo, dha dyjet e kisha zgjedh. Dyjet. Ja, nuk janë shumë bukur dyjet dhe nuk ka. Po teatri ka një gjatë, domethënë që është shumë e veçantë, është kontakti I drejt për drejt me publikun. Aty për aty në vend, në prezencë, edhe filmi e ka para kamerës, vetëm para kamerës, po është pak më ndryshe se megjithatë ngelet aparat. Po është edhe ajo është një lloj dashurie e veçantë. Po teatri e ka edhe meqenëse janë procese ndryshme, por që në vërtet janë edhe të përafërta, se nuk janë edhe qaq shumë të ndryshme. Ndoshta teatri ka është mjet më I vjetër I shprehjes, mos e harrojmë. Është mjet shumë I vjetër. Që tek e fundit mira holl e holl, si po I lidhi pak punë. Lautar ton të I kënu, kanë bërë teatr. Vërtet është formë shumë e pastër teatrit. Që e ki rrëfimin edhe muzikën një në kohë. Se edhe gjua e ka muzikën e vetë. Gjua është muzikë. Kështu që ka do diçka me efekte që kanë ardhur, që si çdo sa çdo gjë ka të mirën dhe të keqen, duke fut shumë efekte,
Ka një gjë që Peter Brooku e pa theksu pak para se me vdek, 4-5 vjet para se me vdek, ka dhënë një intervistë shumë interesante ku thotë kom bërë gjithë ato shfaqje me efekte në Teatrin Nacional në Londër, ku e kanë ftu, ka qenë regjisori më i madh i kohës vet. Derisa erdhi në Konstantin udhtojnë për Afrikë, andaj i pau që për me tregu një histori, pas po duhet me pas çka me tregu. Edhe veç u ulet njëri dhe tregon është më i fortë se çdo aktor tjetër. Se ka çka me thonë. Edhe din çysh me thonë. Si s'kan qenë rapsod tanë. Është mrekulli kur dëgjon Reza Bllacën se si këndon. Është i mrekullueshëm, super teatror. Është aktor i mrekullueshëm. Mënyrën si hyn, e ngrit tensionin, hapet, jep ngjyrat, edhe si e përfundon. Ishte në gjatë me kënu 1 orë e gjysmë, 2 orë, 3 orë, një këngë. Është diçka e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Në teatri Tash jeni këtu e përgatit vetë, domethënë një shfaqje me fëmijë. po, Dhe kishëm pas me fol pak me ta. Për to, po më dhe pa të emrin Hunda e Plakës. po. Ka ardhë ideja për me realizu. Këta qysh është të shku procesi. Ka qenë një proces shumë interesant, një miku amerikan, regjisor Michael Lesak, që erdhe me hulumtu pak një snitch, më shumë mbi kujtesën ndërbrezore. Edhe gjatë hulumtimeve sipër, gjatë punës, rash edhe fatmirësisht edhe një libër shumë të veçantë dhe një punë të mrekullueshme që ka bërë Nikola Skaldaferi me bashkëpunëtorët e vet, ndërta edhe Zymer Neziri. Edhe do të thonë ka qenë një hulumtues amerikan që në vitin 1937 ka qenë në Shqipëri të Veriut, Albert Lordi, ka qenë faktikisht mbledhësi më i rëndësishëm i letërsisë epike gojore në botë. Jashtëzakonshëm. Ka shku në çdo vend botës me mbledh këngë epike që njerëzit kanë ditë. Në 37-ën ka ardhur në Shqipëri, jo rastisht, ka ardhur sepse gjatë punës që kanë bërë paraprakisht në Serbi, në Sanxhak edhe në Bosnjë, sa dikush këndojke prej këngëtarëve gjithmonë ju del ka edhe në shqiptar. Dhe ka thonë prit se pas ka vishë edhe bosnjakisht, por pas ka edhe shqip. Edhe ka ardhur në Shqipëri të Veriut. Edhe nuk ka regjistruar këngë se nuk ka pas aparat, po i ka transkriptu. Ato kanë ngel në Universitetin e Harvardit, te koleksionin e Milman Parryt, me vite, me dekada. I kanë zonë pluhuri derisa i ka rizbuluar dhe i ka gjetë Nikola Skaldaferi me Zymer Nezirin. Në ato këngë të mrekullueshme, kryevepra, homeriane, po kisha thonë edhe shakespeariane që aty pëlqejnë mua. Kenë edhe 2 këngë, kënga e Sultan Muratit ose Betejës Kosovës, edhe kënga e Ali Bayraktarit me Kralicën e Inglizit. Kjo është tjetër që duhet me bombavon me kismet. Edhe kjo kënga e parë është kryevepër. I ka të gjitha. Biles ka dhe sensualitet. Jashtëzakonisht të veçantë. Natyrisht problemi mësallë si qasim në mënyrë teatrore ka qenë është më të vërtet shumë personale e imja. Jam frymëzu prej punës që kom pa nga një regjisor japonez që ka bërë me epin e Mahabharatës. Thjesht ka qenë nga shfaqjet më të bukura që kom pa në jetë. Edhe në ndërdije diku ka ngel se ashtu po më vjen puna mësallë me fëmijët. Kështu që jemi tu e finalizu. Natyrisht janë gocat i kanë 3 majt, mes 3 majt dhe 15 vjeqe, dhe shumë të reja, po thjesht mi avlon aty në një kujtim, edhe ato mi alon një kujtim. Edhe me shku në diçka që ndoshta as ne nuk kemi ditë se kemi në ato këngë një thesar ende krejtësisht të
krejtësisht të pa hulumtuar. Tu më çudit pak. Është edhe sfidë. Si bën një këngë me lahut shfaqje teatrore. Edhe që të funksionoj, edhe që të bukur, edhe që të tërheq publikun. Kështu është sfidë. Qysh po arrin tash jeni të punu me një prestri, edhe qysh po arrin që ky presi i ri me i perceptu storjet edhe këngët cilat janë shumë të vjetra, edhe që teknikisht nuk është që i lexojnë shumë. Qysh po mbrin që me i perceptu këto përmes shfaqjes në teatr? Po, është dëgjoni, tri si çdo tri duhet më interhik. Teatri ka një gjë shumë të bukur, ka magjinë. Po nuk i jap magjinë e teatrit askush vjen. Po jap magjinë gjithë vin. Se lodhen me telefonin pas siguri ju dhamin syt. Jo, desha më thonë vetëm se duhet më interhik. Duhet më punu. Jo me i lodh pak me sanë. Dëgjoni, trinjt janë si çdo tri. Dhe duan të bukurën. Edhe mi u thonë drejtën edhe vetë jëm mahnit të i punu me ta. Sepse po zbuloj gjana që s'kom di që ekzistojnë. Edhe sidomos që fola pak më parë për një gjatë veçantë që ky vend e ka. Një lidhje shumë të veçantë me zanin. Gjash që keni me vrejt edhe ju vetë gjatë shfaqjes. Më thonë që kjo është e pamundur më u bën Tirana se në Prishtinë. Pse? Nuk e kanë. Është zhduk në qytetet mëdha. Këtë mënyrë të qenut, këtë mënyrë të thanit, këtë mënyrë të shprehjes. Jashtëzakonisht poetik edhe konkret, njërin kohë. E jo që është zhduk kështu, po thjesht ka kalu koha dhe nuk mundën me folë mua ashtu. Atë gjuhë për shembull, më jallon dikuj me interpretu, përveç se nëse është dikush që është rrit në katon afër këtu rrethit tan ose në Trupoj ose edhe ndoshta në Malsi të Shkodrës janë gjendje me bë, po më tutje jo. Shumë interesant. Unë çudit edhe vet. Pse që ashtu? Do thonë që edhe kjo duhet më vazhdu, më kultivu. Me dalën pa. Në shprej. Si masanaj vetë dhe gjenerata tjetër e zhvillon në mënyrë të ndryshme. Po u zhduk, humbi. Në dhe jemi duke folë për diçka shumë të saktë, shumë precize, jemi duke folë për një gjatë që do më thënë ka ekzistu me qindra vjetë. Ky, Albert Lordi thot me mijëra vjetë. Ndoshta shkon thot deri në Romën e vjetër. Kjo mënyrë e tërgimit, kjo mënyrë e rrëfimit. Këtë konfirmon Nikola Skaldaferi. Na e kemi hala që tu në cep diku është u zhduk. Se fola me Hysén Kurtin, lautarin, ta që jemi 5 veta që di mira lahuc. Në këtë shqiptari. 5 ta po thom që shto, ta 3 gjys. Thjesht do më thonë hajt ta boj. Në një formë tjetër, ndoshta të mundu më jadhon një frym që ndoshta e merr, nuk e di. Shohim. Po të mos humbet. Mezi po presim e po të shtundën shfaqjen. Ardhëm ka fundi intervistës, po vi që kësha bo kështu një pyetje që me përmbyll krejt. Po më dojtë të pas parasysh trajektorën prej Disneyshit Mari Bar në Francë, Hollywood, cili mësimi më i madh që keni marrë dhe cili është mesazhi që ju kishit përcjell sidomos trive me cilit jeni
edhe tu punu dhe tu angazhu. Më pa thonë, nana Rahmeti pas shpirti, njëherë, shkolla njëri s'të bën, sjellë si njëri. Edhe, tash na aktorët e kemi pak mendën e madhe. Kemi problem me egoizmin, narcisizmin, me këto sena. E dojmë shumë vetën tonë. Qa kemi me bu? Për që ta nashtë të dalim edhe për kamere. Jo. Trive që thot Marko Aureli, çdo gjë në këtë dynja e ka i qëllim. A ki pa kur që është mëngjesa e bima, kështu qel, e ka i qëllim. Se ka me qitë lullin. Pema njejtë. Kafsha shkon të ushqimi, shkon të ujë, shkon aty. Thot edhe ti, kur që është si njerën mëngjes, a di për shka jenë këtë dynja? Me o sjellë si njerën. Faleminderit Arben. Qikash patëm me ndonë që me të qatë intervista. Përndrysh kësha pas qef që mi bodhe ma shumë pytje, po ama besoj që herave tjera këna me pas Bolla zgatëm. Edhe me diskutu ma shumë. Bolla zgatëm. Faleminderit shumë kërret. Faleminderit spanat. Em një vaj maj veçan në këtë shqiptari. Shumë faleminderit. Edhe shumë faleminderit po ashtu për mikë pritin. Faleminderit sa për juve. Ju prith puna marë. Faleminderit.